Tërheqërat e ditëve të fundit nuk janë brengose për banorët e komunës së Gjakovës, edhe pse pati intensitet të shtuar, situata është nën kontroll. Momentalisht situata emergjente në territorin e komunës Gjakovës është stabile, pasi që edhe përkundër tërheqërave të cilat kanë qenë mjaft intensive ditëve të fundit, vërehet që nuk ka pas devijim të shtratit lumeve, nuk ka pas fryerje të ujnave dhe përpasoj nuk kanë pas vërshime të natyrave të ndryshme. Kjo situatë vjen si pasojë e punës në vazhdën e paraprpërgatitjeve për parandalimin e vërshimeve në territorin e komunës së Gjakovës që janë ndërmarrë kohë më parë. Na përparësi ju japim aty në pikave më neuralgjike, ta quaj ashtu më kritike, të cilat janë lokacione potenciale për vërshim. Ka fundi vjesës ne kemi kryer disa punime emergjente, të cilat për fat mirë kanë rezultuar se kanë qenë shumë qëllune, edhe situata ka qenë shumë normale përkundër prurjeve të ujit. Përjashtim mund të bëjnë vetëm rastet individuale dhe të izoluara, shtoi ai. Në qendrën e 1-2 nuk ka pas lajmërime për vërshime në kuptimin klasik, domethënë të fryrjes lumeve dhe vërshimin e shtëpive. Mirë, po më tepër kanë qenë disa depërtimi i ujnave nëpër katët nëpër podrume, kështu që këto më tepër kanë qenë individuale dhe jo e pasojë e fryrjes lumeve. Ndoshta më tepër është pasojë e mungesës infrastrukturës në lokacione të caktuara. Njëri dua të theksoj se gjatë monitorimit të gjendjes në lokacionet e pastruara vërehet një rritje e vetëdijësimit të qytetarëve për mirëmbajtjen e vendit ku është intervenuar për pastrim, tha Meqa. Vetëm të kujtojmë se për vite të tëra këto zona janë përmbytur çdo sezon shirash dhe përpasoj çdo herë popullata duhet të evakuojë.